të gjitha perimet i bani gati, i pastroj, i coptoj, përveç qepës ishte sepse ta spjegojmë Len, ose më mirë shpjegoj e ti si profesioniste. Ideja është që mos me lunë shumë të hapun qepe, për shkak që mos mi marrë edhe vlerat, po mendoj mos me marrë edhe mikroorganizma në ambient për rreth. Krejt perimet momentin që prehen, fillon mu degradua e pjesa e enzimave, po qepa ka këtë proces pak më shpejt. Kështu që qepën sa herë që e përdani dashur meq, procesin e fundit e leni me fillu me qepën, sepse qepa sa po të coptohet duhet më njëherë të fillot procesi i zirjes ose i fërgimit, sido që keni me realizu ose punu me to, sepse nuk lihet kështu e coptuar, të qëndroj, përveç që merë mikrobet e ambientit ku jemi, i humbe dhe vlerat të cilat i ka si që konsiderojmë dhe e njohim si antibiotik natural. Okej, vendoset... Unë e qep,